Mes vendeve anëtare të Bashkimit Evropian po qarkullon ideja për pranimin e vendeve të reja anëtare, por pa të drejtë vote, shkruan Politico. Para publikimit të raporteve vjetore të Komisionit Evropian për gjendjen e negociatave të zgjerimit me vende të ndryshme kandidate, një diplomat i Bashkimit Evropian sugjeroi se Komisioni mund të shikojë mënyra për të përshpejtuar procesin e zgjerimit, duke ecur përpara me negociatat pa kërkuar miratim formal të 27 vendeve anëtare në çdo hap. Kjo do të pengonte kryeministrin hungarez Viktor Orban, që në çdo fazë të vërë veton për një shtet të caktuar, kështu siç po përpiqen për idenë e pranimit të vendeve të reja pa të drejtë vote. Kjo mund ta bindë Orbanin për idenë që Ukraina të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Megjithatë, ky propozim është në fazë të hershme dhe duhet të miratohet nga të gjithë vendet anëtare, raporton Politico, duke cituar 3 diplomat të njohur me diskutimin. Nga vendet që mund të jenë ndër të parat që do ta pranojnë anëtarësimin e ri, u përmend Malizi, Ukraina dhe Moldavia. Kjo është një përpjekje e fundit e vendeve që mbështesin zgjerimin e Bashkimit Evropian si Austria dhe Suedia për të rizgjuar këtë proces që aktualisht bllokohet nga Budapesti dhe disa kryeqytete të tjera nga frika se anëtarësimi i vendeve të reja mund të sjellë konkurrencë të padëshiruar ose të rrezikojë interesat e sigurisë. Liderët e Bashkimit Evropian do të mblidhen të njëjtën në një samit në Bruksel dhe në draftin e përfundimeve në të cilin Politico ka pasur qasje, nuk përmendet zgjerimi. Para kësaj, zyrtarët të vendeve të Ballkanit Perëndimor do të takohen me liderët evropian të mërkurën në Londër në kuadër të procesit të Berlinit.